Policia rrugore e Lezhës e pranishme në të gjitha akset rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë rrugore, ka bërë publik bilancin e punës 2 javore. Sipas bluve që prej fillimit të muajit prill ja vënë në pranga 11 drejtues mjetesh, nga këta 5 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 6 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu janë ndëshkuar administrativisht 1309 drejtues mjetesh, konkretisht 256 për qarkullim me shpejtësi tej normave të lejuara, 490 për parakalime të gabuara, 117 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 20 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 31 për mosvendosje të rripit të sigurimit, 20 për drejtim të mjetit pas përdorimit të pijeve alkolike dhe 375 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet e policisë rrugore vijojnë në të gjitha akset rrugore, urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore e Lezhës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos drejtojnë mjetin në efektin e alkoolit.